agjësie qendrore për plotësimin në kohë të objektivave të forcës, të cilat do bëjnë të mundur integrimin e plotë të forcave të armatosura në strukturat e NATO-s deri në vitin 2019. Qeveria e integrimit do vazhdojë të mbështesë politikisht, financiarisht e me çdo mënyrë tjetër forcat armatosura shqiptare për reformën më të madhe që ato kanë njohur në historinë moderne të shtetit shqiptar, duke përfunduar ndërtimin e strukturës më efikase të organizimit tyre sipas modelit të ushtrive të NATO-s përmes vënies në jetë të një sistemi eficient rekrutimi, trajnimit të personelit ushtarak dhe civil dhe përmes një buxheti prej 2% të prodhimit brendshëm në vit, zbatimi rigoroz të tij gjatë gjithë 4 vjeçarit të ardhshëm, përmirësimi i kapacitetit të bazave moderne ushtarake të përzgjedhura si pikat më të përshtatshme strategjike për dislokimin e forcave të armatosura do shoqërohet me reduktimin e kapaciteteve të tepërta që prodhojnë kosto apo paraqesin rrezikshmëri, si reduktimin e depove të municioneve dhe shkatrimi një sasie prej 85.000 tonë municione të vjetruara të rrezikshme për sigurinë e qytetarëve gjerë në vitin 2013. Në vijim traditës së shkëlqyer të konsoliduar të bashkëpunimit në shërbim të paqes dhe sigurisë me Aleancën, Shqipëria do të vijojë dhe do zgjerojë kontributin e saj në misionet drejtuara nga NATO, Bashkimi Evropian, Organizata e Kombeve Bashkuara dhe operacionet tjera koalicionesh potenciale, do të rrisë pjesëmarrjen e saj në misionet e përhershme të NATO-s, ashtu dhe në agjencitë e strukturat e tjera të saj me personel ushtarak dhe civil specializuar. Zonja dhe zotëri, Shqipëria Europiane, Shqipëria antare e NATO-s do të vazhdojë një politikë të jashtme të paqes dhe do forcojë dhe me tej rolin tashmë të konsoliduar të saj si një kontribues i rëndësishëm i paqes dhe stabilitetit në rajon dhe me gjerë. Politika e jashtme e qeverisë së integrimit evropian do vijojë të luajë rol të rëndësishëm dhe të kontribuojë në frymën e dialogut dhe mirëkuptimit në të gjithë sistemin e organizatave ndërkombëtare rajonale, ku Shqipëria aderon duke intensifikuar prezencën dhe pjesëmarrjen më aktive në vërtetëritë ndërkombëtare. Republika e Shqipërisë do vazhdojë të ruajë marrëdhënie shumë të mira politike dypalëshe me të gjitha vendet demokratike të botës, konsolidimi me tejshëm dhe zgjerimi në të gjitha fushat i marrëdhënieve të ngushta shkëlqyera dhe të bashkëpunimit gjithëanshëm me aleatin më të madh strategjik të shqiptarëve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do vijojnë të përbëjnë përparësinë kryesore të politikës sonë të jashtme. Qeveria e integrimit evropian do zgjerojë dhe konsolidojë dhe me tej marrëdhënie të ngushta shkëlqyera bashkëpunimit gjithëanshme me vendet partnere aleate në Aleancën Atlantikut të Veriut dhe Bashkimit Evropian, si Francën, Gjermaninë, Britaninë e Madhe, Italinë, Spanjën dhe vendet tjera. Republika e Shqipërisë do të ruajë marrëdhënie shumë të mira me vende mike si Japonia, Kina, India, Brazili, me të cilat është e gatshme të çojë dhe me tej nivelin e këtyre marrëdhënieve dhe të intensifikojë shkëmbimet në gjitha fushat. Në rajon, qeveria e integrimit evropian do vazhdojë të konsiderojë si strategjike marrëdhëniet e shkëlqyera dhe zgjerimin e bashkëpunimit gjithëanshëm me Italinë dhe Greqinë, vende anëtare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian, të cilat përbëjnë dhe partner kryesor tregtar të Shqipërisë. Tradita e shkëlqyer e marrëdhënieve miqësore me Turqinë mike, aleatën NATO do vijojë të thellohet në kushte të reja të angazhimeve të përbashkëta të sigurisë, paqes dhe zhvillimit ekonomik. Marrëdhëniet me Sloveninë, Kroacinë, Malezinë, Maqedoninë, Bosnjë-Hercegovinën, Bullgarinë, Rumaninë dhe vendet tjera në rajon si dhe me Serbinë do të kenë një rëndësi të veçantë në politikën tonë të jashtme dhe aksionin diplomatik të Shqipërisë. Qeveria do të punojë për të kthyer tërësisht funksionale marrëdhëniet të trettisë së lirë, tregun e përbashkët të energjisë, infrastrukturat, rrjeteve energjetike dhe transportit rajonal. Të nderuar deputetë dhe deputet Kuvendit të Shqipërisë. Për shtetin e ri të Kosovës, qeveria e integrimit evropian është e angazhuar të mbështesë fuqishëm njohjen ndërkombëtare të Kosovës. Historia e jetës së Kosovës pavarur dëshmon se Kosova e lirë dhe e pavarur është një faktor madhor kyç i paqes dhe stabilitetit në Ballkan. Qeveria jonë është e angazhuar
t'i jap Kosovës të gjithë ndihmën e mundshme për konsolidimin e institucioneve të saj, t'i jap asaj të gjithë ndihmën e mundshme në mënyrë që ekonomia e saj të rimkëmet me shpejtësinë më të madhe. Autostrada që e lidh me portet e Shqipërisë është një ndihmë e madhe, por natyrisht porti i Shëngjinit që ne do ja afrojmë së shpejti qeverisë Kosovës përbën dhe kjo një lehtësi tjetër për konsolidimin e pavarësisë së këtij shteti, duke theksuar se konsolidimi dhe njohja e Kosovës pavarur në arenë ndërkombëtare mbetet një nga objektivat e politikës sonë të jashtme. Theksojmë dhe njëherë se njësimi i standardeve me vëllezërit tanë në Kosovë dhe me vendet përreth është një qëllim madhor i politikës dhe i qëndrimit të Shqipërisë. Unë besoj se marrëdhëniet e Shqipërisë me Kosovën, por dhe me Malin e Zi dhe Maqedoninë, si vende me hapësira të kufizuara, janë në interesin më jetik për zhvillimin e tregut, biznesit, afarizmit dhe ekonomisë së këtyre vendeve, turizmit të këtyre vendeve. Qeveria e integrimit konsideron diasporën shqiptare si një vlerë të madhe kombëtare, si pjesën, si gjakun e shprishur. Shqiptarët kudo në botë kanë të drejtën e përkujdesjes së shtetit shqiptar, kanë kontributin e tyre thelbësor në të gjitha zhvillimet e mëdha kombëtare që nga rilindja gjerë në pavarësinë e Kosovës. Ndaj dhe ne zotohemi të bëjmë çdo përpjekje për të intensifikuar komunikimin me shqiptarët kudo që ndodhen. Këto 4 vite ne do të hapim shtëpitë kulturore shqiptare. Do punojmë së bashku me opozitën për t'u dhënë të drejtën e votës kudo që ata janë. Ligji për blerjen e tokës ishte vetëm një hap në drejtim të solidifikimit të diasporës. Hapa tjera të rëndësishme do të nërmeren. Diaspora duhet të shndrohet në një faktor madhor të bashkëpunimit të Shqipërisë me vendet ku ajo jeton dhe punon. Të nderuar deputetë dhe deputet Kuvendit Shqipërisë, zonja dhe zotëri, udhëfyesi më i shkëlqyer, modeli më efikas, synimi dhe destinacioni final i pazëvendësueshëm i qeverisë integrimit evropian është dhe mbetet integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky program që po paraqesim para jush dhe të gjithë shqiptarëve bazohet në tërësinë e tij dhe ka si shtyll arritjen e standardeve të pranimit të Shqipërisë antare Bashkimit Evropian, me hyrje në fuqi të marrëveshjes stabilizim asociimit me 1 prill të vitit 2009. Qeveria e integrimit evropian do punojë në 3 plane. Së pari, duke zbatuar në çdo ند të saj detyrimet në kuadër të dialogut politik dhe bashkëpunimit rajonal, perspektivës së afërt të vendosjes së zonës së tregtisë së lirë me Bashkimin Evropian, për afrimit legjislacionit ton me aki komuniter dhe bashkëpunimin në të gjitha fushat e tjera që mulon kjo marrëveshje. Së dyti, duke u përqendruar në mirë funksionimin e mekanizmave të dialogut të ndërsjellë që monitorojnë zbatimin e MSA-s, si Këshilli Stabilizim Asociimit, Komiteti Stabilizim Asociimit dhe nën komitetet duke monitoruar shkallën e zbatimit të MSA-s përmes përditësimit të vazhdueshëm të planit kombëtar për zbatimin e MSA-s dhe sfundmi përmes forcimit bashkëpunimit të hapur dhe të plot me Këshillin, Komisionin, Parlamentin Evropian dhe të gjitha institucionet tjera të Bashkimit Evropian dhe të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian për një Shqipëri që ndryshon çdo ditë dhe që do